Në mjediset e Fakultetit të Bujqësisë u promovua libri Memorie shqiptare, një shekull kërkime dhe institucione bujqësore, i autores profesore doktore Tatjana Dishnica. Në takim morën pjesë drejtues të Universitetit Fanoli, të Pushtetit Vendor, institucioneve, staf dhe student të Fakultetit të Bujqësisë, si dhe specialistë të bujqësisë e të ftuar të tjerë. Autoria tha se synimi është që ky botim të shërbejë si referencë për studiuesit, pedagogët dhe politik bërësit në fushën e bujqësisë. Është një obligim në një farë mënyre, ka shi edhe si vizlime profesionale, sepse unë jam agronome, kam punuar në Ministrinë e Bujqësisë shumë vite, më pas kam kaluar në jetën akademike, pra ka qenë një ndërlidhje e prodhimit me kërkimin dhe me jetën akademike, kështu që duke u bazuar dhe në një arshiv që unë grumbullova ndër vite, e quajta obligim, jo vetëm karshi profesionit tim, por dhe brezave që kanë kaluar dhe kanë punuar me përkushtim në fushën e bujqësisë. Libri flet për sistemin e kërkimit bujqësor dhe ekstensionit, që prej viteve 20 deri në vitet tona, për një periudhë 100 vjeçare. Në lidhje me zhvillimin e bujqësisë sot, sipas autores, problematikat janë të shumta, por edhe përpjekje po bëhen. Bujqësia ka problematikat e saj, gjithmonë nuk është alokuar në buxhetet e saj sa e meriton me përqindjen që jep në GDP, por hapa duhet të bëjnë, problematika ka, megjithatë përpjekje po bëhen. Për rektorin e Universitetit Fanoli, profesor doktor Lorenz Ekonomi, ky libër vjen në momentin e duhur, për shkak të nevojës së një kujtese për përvojën dhe rezultatet e çmuara në fushën e bujqësisë ndër vite, ndërsa edhe të tjerë pjesëmarrës vlerësuan punën e bërë për botimin e këtij libri.